Partitë politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut kanë reaguar ashpër dhe me tone të ndryshme lidhur me protestën e paralajmëruar të studentëve shqiptar më 18 maj, të cilët kërkojnë që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe. Nga vlen akuzojnë drejt për drejt BDI-n se po përpiqet ta instrumentalizojë revoltën studentore për interesa politike dhe rikthimin në pushtet. Partia në pushtet premton zgjidhje të problemit, duke u bërë thirrje studentëve të mos përdoren politikisht. Pas 20 vjetësh pushtet mbi shpinën e shqiptarëve me të njëjtat karigagjin të përhershëm në krye, kjo parti ka përveshur mangat si e tërbuar pas pushtetit, si hipokrite që është, bashkë me disa studentë të futur në lojën e saj të pistë politike, po përpiqen të përdorin pankartat studentore si karem për kthimin në pushtet. Ne kemi thënë qartë se provimi i jurisprudencës në gjuhën shqipe dhe shumë çështje të tjera që BDI i ka lënë përgjysmë do t'i zgjidhim. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim ka mohuar se protesta është partijake dhe ka deklaruar se vetëm janë përgjigjur thirrjes së studentëve për mbështetje, ashtu siç kanë bërë edhe subjekte dhe organizata të tjera. BDI është përgjigjur thirrjes së hapur të studentëve për mbështetje, ashtu siç kanë bërë shumë parti, organizata dhe individ jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por në të gjithë rajonin dhe më gjerë. Kjo nuk është protestë partijake dhe askush nuk mund ta përvetësojë revoltën e studentëve. Janë fëmijët tanë që po protestojnë për barazi, për respektimin e gjuhës shqipe, për demokraci multietnike dhe për të ardhmen europiane të shtetit. Në vend që të merren me etiketime dhe alibi politike, mirë është ta dëgjojnë mesazhin që po japin studentët. Kjo është një kampanë alarmi për secilin që e do këtë vend dhe beson në barazi. Mbështetje për protestën ka shprehur edhe Aleanca për Shqiptarët krahu i Zjadin Selës, nga ku protesta studentore është cilësuar si një kaos kombëtare. Nga partia e Selës bëjnë thirrje për pjesëmarrje të gjerë të qytetarëve pa dallime partijake. Kushtrimi studentor duhet të mbështetet nga çdo shqiptar. Protesta organizuar nga studentët nuk është një protestë thjesht nga një grup dhe vetëm për një problem. Ajo është iniciuar nga shtresa më e fuqishme shoqërisë sonë, ndërsa duhet të përkrahet nga të gjithë shqiptarët. Kjo është një kaos për gjuhën shqipe, për identitetin dhe dinjitetin tonë kombëtar. Kjo është protesta e dytë që studentët shqiptar po organizojnë në lidhje me çështjen e provimit të jurisprudencës, pas asaj që u mbajt më 6 prill të këtij viti.